dukej sikur ushtria ukrainase do të rrokullisej në shkatërrim nga dita në ditë. Dukej gjithashtu se ushtria ruse do shpërthente një ofensiv shkatërrimtare dhe do të përmbyste frontin në mënyrë të pakthyeshme. Mirë po, asgjë nga këto nuk ndodhi dhe nuk po ndodh. Donald Trump hyri në Shtëpinë e Bardhë në 20 janar me premtimin se do të rikthente apo do të impononte paqen në 40 tetor. Analistët gjeopolitik e nënqeshën këtë premtim të presidentit të shtetit më të fuqishëm në botë, por dukej se bisedat dypalshe Trump-Putin kishin çelësin e zgjidhjes. Për të marrë me të mirë Vladimirin e Moskës, Trump e poshtroi në zyrën ovale Vladimirin e Kievit dhe u duk se një aleancë e re Rusi-Shuba sapo kishte lindur. Dukej se Putin, në cilësinë e komandantit përgjithshëm të ushtrisë ruse, do jepte shumë shpejt urdhrin për ndalimin e luftimeve në të gjithë frontin. Por nuk ndodhi kështu. Përkundrazi, duke vërtetuar tezat e Vladimir Zelenskit të Kievit, Vladimir Putin intensifikoi sulmet në tokë dhe ajër, duke menduar se Ukraina tashmë ishte psikologjikisht e dorëzuar në mungesë të aleatit amerikan. Dronët, raketat, tanket dhe topat rus shumë fishuan bombardimet vrasëse dhe shkatërrimtare, por qendresa ukrainase i kishte marrë masat në mënyrë të habitshme. Rezervat e armatimeve amerikane dhe europlane të stivosura premtonin qendres edhe për disa muaj të tjerë, sepse ndoshta Donald Trump mund të ndronte këndvështrim dhe të ndronte gjykimin e tij vlerësues për vullnetin e presidentit Putin. Dhe ashtu ndodhi. Administrata e re amerikane bëri të vetin gjykimin dhe vlerësimin strategjik të aparateve ushtarake të Pentagonit. Washingtoni nuk ka asnjë interes që të përmbyset ushtarakisht dhe tragjikisht Ukraina. Përkundrazi, dhe kështu herë haptas dhe herë në heshtje, armët dhe furnizimet amerikane kanë filluar përsëri të mbajnë në këmbë ushtrinë e sprovuar ukrainase, që ka një qendresë pothuajse të pabesueshme dhe të qëndrueshme. Bombardimet inatçore ruse mbi Kiev, përveç viktimave, forcojnë idenë se Rusia njeh më shumë gjuhën e forcës se sa ftesat spektakolare për paqe të menjëhershme. Dhe kështu po ndodh. Tani armët dhe pajisjet amerikane gjykohet se kanë vërshuar përsëri dhe pa bujë në prapavijat e qendresës së ushtrisë ukrainase. Porse në këtë pjesë emision do flasim për atë ju thash, pra për errësimin misterios të Francës për herë të dytë dhe për faktin që gjithmonë më tepër po çakollojnë analiza teori konspirative që edhe ajo që ndodhi në Spanjë dhe ajo që ndodhi në Portugali disa kohë më parë mund të jetë pjesë e një lufte hibride. Mund të jemi brenda një lufte hibride, e cila mund të shtrihet edhe në të gjithë vendet tjera anëtare të NATO-s, pa përfshirë dhe Shqipërinë, dhe nuk e dim që jemi brenda një lufte. Kjo është misteri. Gjithmonë më tepër po analizohet ky rrezik ose ky lloj gjendje ankthi në gjithë Europën. Tani për të folur për këtë në panel ka zoti Karamuçi, Ervin Karamuçi, mbrëma profesor i kriminologjisë, Anduana Allabani, gazetare investigative, mbrëma Anduana. Dhe Lart Vasili, mbrëma Lart. Faleminderit. Si e? Mirë jam, po... Ka ankth nga lufta hibride që mund na përfshi? Si ndjen lufta apo ndjen paqe? Mua më emocionon shumë Karamuço, i cili, do më thënë, janë tre këtë. Karamuço, kriminologjia dhe Korça. Për këtë, është një këtë tjetër që në frëngjisht është kohë, zemra, do më thënë. Në lojrat olimpike të Parisit, pasi parakalimit të satanistëve, u bë një blackout në 29 korrik të 2024-s. Çuditërisht, por në mënyrë hyjnore, le sacre corps de Jésus, pra zemra e shenjtë e Jezusit, kisha, ishte vetmja që ngeli e ndriçuar. Karamuço më ndihmo. Ndërkohë gjithë Parisi ishte në blackout. Dhe kjo pse ndodhi? Ndodhi sepse forcat e errësirës dhe satanistët, sado konspiracionistët e tjera, sado që të mundohen, drita e shenjtë do të mbretërojë në këtë planet. Në këtë planet të krijuar nga i plot fuqishmi, krijuesi ynë. Dhe sado që gjithë të tjerët, këta Volodimirët, Volodja,
ki i thonë shkurtimisht, kak dhe Bjazavud, je Bjazavud Laerti, e kupton? Do mundohen forcat e errësirës të mbjellin errësirë, do thoja unë? të na mbytin me errësirë, do thoja unë, por drita e shenjtë do mbretëroj. Pra ndjen mirë, ndjen pozitivisht. Jo, mjafton një lutje të krijuesi edhe ne jemi të shpëtuar. Okej, atë vazhdon të jetë me ne Dritan Goxha dhe Kornel Shala. Ka më shumë. Mos jemi brenda një lufte dhe nuk e dim që jemi brenda një lufte, apo janë vetëm teori konspirative? Ne i paraprim në emisionin e kaluar, ku folëm për një fenomen i cili nuk po shpjegohet dot nga asnjë prej qeverive të tyre vendeve, fillimisht me Portugalinë, Spanjën dhe pastaj Francën, e cila po goditet nga vala e dytë e blackoutit energjisë, e cila është një blackout që prek të gjitha shërbimet publike, përfshi këtu dhe spitalet, transporti po bankat e kështu me radhë. Qa ka si pasojë kaosin, trazirat, pravim të njëjti konkluzion që jepet në doktrinat mbi luftën hibride. Një kolonel nën kolonel i ushtrisë amerikane ishte e pari që e përmendi, në fakt njihej me termin luftë asimetrike, pastaj ishte general Gerasimov rus, i cili në vigjilje të pushtimit Krimes propozoi që kjo të kthehet në doktrinë. Doktrinat ecin më shpejt dhe vitalizohen dhe konsolidohen goxha kur ka luftra, kur ka konflikte, dhe ajo ndodhi vërtet, qëlloi që Krimeja fillimisht nuk u pushtua ushtarakisht, po ishin ndërhyrja në zgjedhje, ndërhyrja në portale, dezinformimi dhe të gjitha këto element që ne i shikojmë tek lufta hibride. Një luftë jo konvencionale, që s'ka armë, por që përdor. Për këtë rusët akuzuan Amerikanët që ndërhyn tek lëviza Majdan në Ukrainë. Pra do të thënë, operuan se arryma oksidentale. Ka shumë arsye me cilat Rusi është justifikuar, por mbas Krimes nuk po themi ndodhi Ukraina, por ndodhi mbas edhe fillimisht po dhe mbrapa ndodhi Gjergjia, ndodhi Kazakistani, ishin shumë për këtyre vendeve që patën ndodhi Bielorusia, ju e mbani mend që vajti deri në brik fati i Lukashenkos dhe pastaj ai u kthye sërish dhe u bë aleati më i ngushtë i Putinit. Pra pati shumë nga këto ndikimet, po na ndodh tani lufta hibride në Rumani me zgjedhjet presidenciale, na ka ndodhur në Slovaki, po ashtu në Bullgari ndodhi e njëjta gjë, pra ka në Moldavi. Pra përmonde Lukashenko në asnjëherë nuk ha në Moskë. Shkon, Lukashenko shkon për vizitë zyrtare, nuk fut asnjë gojë. Ndihet gjithmonë i rrezikuar. Nuk fut asnjë gojë. Është shumë e vërtetë. Po. Madje në të gjitha këto vende e kanë ndjerë, sidomos Rumania ka një plan kundër masash, edhe për shkak se është vend aleat i NATO-s, ka një plan kundër masash sepse e kanë ndjerë më shumë nën lëkurë se çfarë është lufta hibride e vërtetë. Dhe për këtë ka së fundi. Cili është qëllimi i kësaj? Qëllimi është kaosi dhe trazirat që nuk vinë nga një forcë e jashtme, po provokohen nga forcat e jashtme dhe më pas dalin në pa nga vetë qytetarët e një vendi. Dobësimi i Evropës. Dobësimi i Evropës, zhgënjimi për infrastrukturat moderne të tyre dhe shplarja e trurit të qytetarëve, që ky nuk është regjimi i duhur, qeverisja e duhur, mbas edhe demokracia e duhur, duam një mbështetje tjetër, perëndimi po dështon, dhe të gjitha janë këto forma hibride për të ndryshuar kahun e gjithë bindjeve që ka sot popujt perëndimor dhe për të parë më mirë nga lindja. Ju thash, është dita zero, ata e përkthejnë nata zero, në fakt bëhet natë, nuk bëhet ditë, mas gjithë këtij sulmi kaq të madh. Ka një departament të veçantë GRU-ja, shërbimi sekret ushtarak rus, dhe po ashtu SVR-ja, shërbimi jashtëm sekret rus, departamente vetëm për luftën hibride. Pra e kanë kthyer nga doktrina, e kanë kthyer në një plan zbatimi konkret me njerëz, me infrastrukturë dhe edhe këto janë goditje shumë të forta, nuk janë me internet. Rasti i Francës, rasti i Spanjës dhe i Portugalisë mund të jenë, apo nuk ka prova të certifikuara? Nuk është bërë
në rrugë, siç po më thoshin disa dhe siç po lexoja, sepse këto janë çështje sot që po trajtohen në kancelarit më të mëdha të Evropës edhe në NATO, nuk ka ardhur nga interneti dhe kjo është gjëja më e çuditshme, sepse hakerimet që kalojnë deri në shutdown të shërbimeve vijnë kryesisht nga interneti. Jo. Këto kanë ardhur nga rrugë të tjera, të cilat ta nuk po i kuptojnë deri tani, po që janë rrugë që quhen më së shumti të oktapodit. Atë është një armë sekrete ruse kjo? Jo, s'është armë sekrete ruse, këto janë disa furgon, prandaj që tipo oktapodi, janë disa furgon me një generator të brendshëm që shpërbën një energji shumë të madhe letrëfush magnetike dhe bën shutdown gjitha këto aparaturat. Pra ti mund të shkosh në 2-3 centrale nga këto. Në kohë reale këto koordinohen me njëra tjetrën? Në kohë reale ai bën sikur fotografon, ndërkohë në atë furgon ka lëshuar sinjalin i cili bën një shutdown komplet. Pra kjo është e jashtme, sepse me të brendshme do ishte një sulm shumë i lexueshëm nga të gjitha këto. Do një gjurmë, gjitha. Dakor. Dhe për këtë nuk po sjedhin shtetas rus në Evropë për t'i bërë këto operacione, se janë të mirëfillta operacione hibride, po sjedhin nga vendet të tjera. Kjo që thua ti është operacion ushtarak i mirëfillt. Ja, do ta shpjegoj. Po? Janë mercenarë, kush i bëjnë to? Njëkohësisht me këtë është zbuluar forma të tjera të ata që quhen të paligjshmit, një grup shumë i madh i quar kryesisht në Brazil, po dhe në vendet të tjera, të cilët kanë vajtur aty përpara 30 vjetësh, kanë ndryshuar identitet me dokumentat të ligjshme, kanë jetuar dhe punuar si njerëz të zakonshëm, dhe tani na shfaqen si brazilianë në Evropë për të kryer gjithë këto akte sulmi. Dhe kjo është zbuluar para 3 ditësh, ka qenë një rjet shumë i madh spionazhi, i cili u zbulua vetëm nga të dhënat identitetit të kartave të cilat kishin përfituar para 30 vjetësh në shtetin e Brazilit. Okej. Goxha i beson këtë analizë të teori që bëhet sot në Europën Perëndimore, në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, nuk e besoj. Arsye se Evropa vazhdon të jetë e jetur për të çuar, për të rritur këtë idenë se po shkojmë drejt një konflikti me Rusinë, pra gjithçka po na e bën Rusia. Në atë pikën që edhe atëherë kur ishim në kohën e diktaturës proletariatit, që edhe kur nuk e arrinim dot normën e Misrit, thoshim që fajin e ka revizionizmi dhe kapitalizmi e të. Njëta gjë jemi tashmë pra. Këta që nuk justifikojnë dot vjedhjet e tyre, abuzimet e tyre, degenerimin shoqëror që i kanë sjellë Evropës në këtë të quajtur demokraci, tashmë për të mbajtur pushtetin e tyre, po duan patjetër që të çojnë drejt një lufte pra të shpikim një armik. Ndërkohë që pa atë i bie që këto erësimet, që kanë ndodhur kanë këto erësimet i bëjnë vetë, domethënë. Një sekond. Sa ty do vi? Po bëjnë pyetje, u për të jam. Po pra ty do vi. Po. Dhe erësimet janë një fakt që ka ndodhur. Por ama kur ka ndodhur? Ka ndodhur kur Portugalia, Spanja, Franca, të gjitha u deklaruan kundër Izraelit. Kur kryeministri spanjoll doli në parlamentin spanjoll dhe tha që ne nuk mund të kemi marrëdhënie me një shtet genocidial si Izraeli. Automatikisht të nesmen filluan masat. Kur Franca tha që neve, që ngrit edhe deklaroi edhe Macroni që ajo që po bën Izraeli është genocid, pra e quajti përfundimisht genocid, dhe tha ne duhet patjetër të njohim shtetin e Palestinës, pra. E vuri para faktit kryer. Pra të gjitha këto ndodhen kur të gjithë këto vende filluan edhe dolën kundër genocidit izraelit në Palestinë. Dhe me njëherë erdhi ky reagim vetëm në këto vende, në asnjë vend tjetër nuk. Pra mendon që është Mossadi? Absolutisht që janë izraelitët pasaj, për mendimin tim, unë nuk kam fakte dhe prova t'i bie, pavarësisht se Zoti Karamushi solli disa prave dhe foto që ashtu siç ndodhi, pra edhe në Rumani, në fillim u tha që gjykata biles doli tha që po e ka bërë Rusia ndërhyrjen atë, ndërkohë që doli që nuk i kishte bërë Rusia të ndërhyrjen në zgjedhje, po i kishte bërë partia që ishte në pushtet vet. Pra, në këtë drejtë jemi. Jemi në këtë drejtë. Zoti Shara? Që lufta hibride tashmë është e pranuar gjithsesi që është pjesë e luftës. Është pjesë e luftës. Mossadi apo GRU-ja? Karamushi thotë GRU-ja. Që pas marrimit luftës ftohtë në luftë hibride jemi. Unë desha të them diçka tjetër, domethënë ne po themi që lufta hibride sot është bashkëkohore, bile tashmë është bërë pjesë ka struktura, shtetet po ndërtojnë struktura për të qenë pjesë apo për të qenë ato që do ta zhvillojnë luftën hibride. Jo vetëm shtetet, jo vetëm Rusia, apo Korea e Veriut, apo Irani, po Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërtuar një komandë të veçantë, bile kur ishte Trump i parë, kanë ndërtuar një komanda për luftën kibernetike. Lufta kibernetike është pjesë, është formë e luftës hibride. Pra kjo është tashmë është e gjithëpranuar.
Për sa i përket kësaj të Francës dhe të Spanjës, unë them që janë dy momente që ka dallime aty. Njëherë, këto të Francës janë veprimtari konkrete sabotazhi, janë gjetur gjurmë, është zjarr, pra nuk është as virus, nuk ka as një formë tjetër. Pra, këtu vepron një grup sabotator, është një agjenturë, kjo do dalin nga hetimi. Sipas një informacion që vjen, do thonë, më shkruan edhe mua tani, do thonë, është thuhet se është një forcë ekstreme të majtë, New France. Pra pa aksion sabotimi, pra bëhet fjalë për pra, mi po tani, ajo që thotë Karamush është më e thellë, se thotë, si sa për këta brazilianët që nuk janë brazilianë, po janë agent, të që shkojnë, jetojnë në Brazil, marrin shënësina brazilianë dhe vinë si brazilianë dhe bëjnë këtë gjë, është një lloj mercenarizmi shumë i kamufluar, mund të jetë fare mirë dhe një forcë politike e majtë e subvencionuar nga agjentura. Jo direkt, po indirekt subvencionuar nga një palë interesuar. Duhet si sulmi i brendshëm. Një palë interesuar. Pa, luftaj... Duhet sulmi i brendshëm, po në fakt nuk është sulmi i brendshëm. Për rastet e Portugalisë, edhe për rastet e Spanjës, nuk ka akoma, hetimet nuk kanë konkluduar... Po kjo është habisme, se ka mundësimi i vënd ka të zhvilluar një lufte hibride. Nuk është konkluduar, du t'jemi korrekt me dona. Dhe do janë mbajtur për sekret shtetëror. Kjo ishte fillimisht në Shqipëri në fillim. Në Shqipëri... Ne na kanë hakeruar fillimisht. Hakerimi është problem tjetër, po për punën e energjisë, blackout. Pra, fillimisht u përdor në Ballkan, pra kapi zonën Greqi, Shqipëri, me pak Greqin bili, po thuhet që origjina është nga Greqia, sepse tashmë derisa rrjetet janë ndërkombëtarizuar, rrjetet e energjisë, nuk e di si shprehet nga ana profesionale, kjo po janë të lidhura sistemet njëri me tjetër. Interkoneksionet, po interkoneksioni këtu një goditje me një vend tjetër do ndihet në gjitha vendet ku ka. Ndërsa për sa i përket formave tjera të luftës hibride, këto janë të deklaruar, tashmë janë të njohura. Një nga këto format është ndërhyrja në zgjedhje nëpërmjet sulmeve. Jam shumë dakord nga shpjegimin tuaj teorik, por problemi është që u ka përcyer. Tani kemi dy analiza. Një analizë që e vë fokusin ka GRU-ja, po themi pa mua Simonikis për shërbimet sekrete ruse ushtarake, pra e cila ka një momente, ka një qëllim për destabilizimin e Europës dhe për të prishur atë, po themi, frontin anti-rus të europianëve, dhe kjo është ka një sens logjik, ka një tjetër pistë analitike që thotë Gozë, që thotë jo, me që Spanja dhe Franca bati një qëndrim ndaj Gazës, ndaj Izraelit e tjera, morën si shpërbim një ndëshkim, një reprezarje. Po për ta vërtetuar këtë duhen prova. Dakor, ku jeni ju, paka shumë në analistë? Rasti i sulmeve kibernetike nga Rusia janë evidente, janë të përvuara, ka prova për këtë. Ka prova. Dakor. Marim rastin e ndërhyrjes në zgjedhje, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse në rastin e Izraelit thonë ju ka vetëm koincidenca, është koincidencë. Nuk mund dalë vërtet kjo që thotë Goxhaj, mund dalë shumë e vërtet, por nuk ka prova, nuk ka hetimi i zhvilluar, nuk ka deklarime. Unë nuk mund të them që shiko se unë do të flas me prova, nuk do të... Dakor, si shpërmendi dhe zoti Goxhaj dhe profesor Shala, mos prit që ne të kemi gjurmë digjitale ose format të tjera të identifikimit të vetë këtyre agjensive inteligente. Këta gjithmonë veprojnë me grupe proxy. Pra, qa është grupi proxy? Grupet proxy janë grupe të cilat punojnë në emër dhe për llogari, por asnjëherë nuk identifikohen në origjinë si vetë shërbime sekret. Edhe format në cilat janë identifikuar grupimet ekstremeve. Duhet dalin që kush e bëri. Grupimet ekstremeve. Mund jetë një agjenci spionazhi, mund jetë proxy, mund jetë kush e bëri. Grupimet ekstremeve të majta. Po duhet një hetim. Që janë të gatshëm të financohen, sepse edhe Irani me financim i bënte ato hakerimet tona. Të famshme, e shumë gjëra të tjera. E Irani disa gjëra i bën proxy me kë, i ka bërë me Hezbollahun, ne e dim. E mora Iranin si shembull. Por rasti për cilin flitet, pavarësisht se ka pasur një gjuhë deri diku antisemite gjithë të kohë për konflikte që po ndodhin në Gaza, duhet dini diçka që aktualisht ndodhemi përpara, siç e dim, se nuk kam marrë të bëj këtu kokën e madhe, po siç e dim që Macroni do ta tërheq presidentin Trump drejt një linje të ashpër ndaj Rusisë. Madje edhe sot i ka thënë i ka thënë që u bindet tani që ky është një kokë fort. Pra erdhe, po vjen në linjën tonë.
Dhe të gjitha këto janë pjesë e një oferte që po i bë Trumpit, që nga linja e butë e negociatave që s'po funksionon, të kalojmë të një linjë deterrente tjetër, më së shumti me forma të tjera, gjysmë ose të plota ushtarake. Dhe kjo e ka friksuar Rusin. Dhe nga ana tjetër, kemi një profil kriminal në këtë rast. Kush është profili? Profili është i 2007-ës. Këta punojnë me të njëjtën mënyrë. Pra bëjnë shutdown-e, bllokojnë shërbimet, është e njëjta formë. Thjesht kësaj radhe nuk i kanë bërë siç e bërë në 2007 në Lituani. I kanë bërë me forma të operative të lëvizshme mobile që quhen. Që janë këto aparatura të fuqishme që krijojnë një fushë të madhe elektromagnetike që bëjnë shutdown gjithë aparaturat. Edhe sot, edhe një aparaturë kaq e vogël, sepse shpikjet kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit, ta vendosësh aty, këtu ngelin pa energji elektrike, nuk punon as celulari, bllokohen gjitha komplet. E ti ngel pa shërbime, ja këtu në këtë sallë ku jemi kaq të vogël. Jo më të flasim për shërbime inteligjente që financat i kanë mbi 10 miliard dollar sot që flasim ne. Vetëm financat e këtyre institucioneve. Okej. Androna? Po, unë po lexoja një përshkrim shumë të shkurtër të disa ekspertëve të NATO-s, por edhe të ekspertëve perëndimor në lidhje me luftën hibride, dhe ajo që më bëri përshtypje ishte fraza që lufta hibride vjen atë kur ti nuk e pret. Vjen nëpërmjet prizave, nëpërmjet valve, nëpërmjet Wi-Fi, vjen nëpërmjet lajmeve që lexon, pra kaosit që krijohet në rrjetet sociale, pra është një gjë që ti nuk e parashikon dot. Askush deri tani nuk e ka zotruar më mirë këtë art se sa Rusia. Mendoj që këtu kemi edhe teori konspirative, që mund të jenë që disa forca të tjera synojnë që të krijojnë, le të themi, atë ditën zero duke planifikuar se si mund të reagoj njerëzimi përballë sulmeve të tilla, ku nuk mund kemi një kresh elektrik, kemi një rënje të sistemeve lëvizse e të tjera. Po këto ngelen akoma në kuadër të teorive konspirative që hidhen shpesh, po që është edhe mendoj që është dhe një realitet i ri i cili po vjen. Edhe për shkak të shtrirjes 5G-s që po bëhet tashmë, se ne dim që gjithçka lëviz me anë të internetit. Jam shumë dakord me atë që thot profesori Vini që po ka edhe mënyra të tjera që mund të shpërndahet kjo që ndodhi dhe në Kan, por besoj që Rusia e ka krijuar tashmë teknologjinë e nevojshme për të reaguar aty ku ka interesat e veta dhe për të krijuar kaosin tek njerëzit aq më tepër në mënyrën, imagjino domethënë të vi kaosi edhe nga disa shkrimë në rrjetet sociale. Edi, po problemi është që tani buja është shumë e madhe, dëmi është shumë e madh dhe analizat logjike mund të jenë të vetmet zbuluese, po themi, kush është përfituesi i tjerësimi, i kësaj 0 dite apo 0 nate, 0 day apo 0 night. Pra kush është përfituesi i madh? Pra është gjetur arma. Mund kemi edhe dita 0. Dita 0. Okej, është gjetur arma. Natë vjen gjithmonë dita, dhe dita do jetë. Është gjetur arma. Tani problemi është kush është ai që përdor dhe kjo me analizë logjike pak në këtë studio, do të themi ai që ka përfitimin më të madh, apo. Tani ka përfitimin më të madh në vend që Izraeli të ndëshkojë Francën dhe Spanjën dhe Portugalinë të hapi një front të ri në Europë, ndërkohë që dihet që për shembull edhe nëse Macroni apo kryeministri spanjoll dhe të tjerë kanë mbajtur qëndrime prapse kanë goxha mbështetje. Apo është Rusia, këto nuk po ngushtohet rrethi i kësaj analize. Në këtë kundërshtrim, dhe ka Muço, ka ndodhur është një meme jashtëzakonshme, apo. Sa po ma shkruajnë, vazhdimisht po shkruajnë, na ndjekën. Është një meme jashtëzakonshëm, duket sikur zonja e presidentit Macron ka bërë një shaka apo i ka dhënë një shpull president, e kapur nga kamerat. Dhe më shkruajnë, Lëgjej, pas videos të shpullës së Macronit, u tha fillimisht që ishte një fabrikim rus. Por, doli se ishte Associated Press. Një media shumë serioze. Po e pranoi dhe vetë Macron. Ordo? E pranoi dhe vetë president. E tha që ne luajmë bëm shakara kështu, po. Dakor. Pra, do më thënë,
këtu hapet një gamë e madhe Karamusha, do në që të gjithë mund thonë gjithçka, bi gjithçka. Prova se pa mund do të futur format e dezinformimit mediatik janë futur herët dhe po vazhdojnë në një farë mënyrë të ndikojnë në perceptimet dhe në ndërgjegjen e çdo qytetari të Evropës. Ne kemi raste të freskëta edhe nga Shqipëria, ku kemi shkrime të gatshme të bija serbe që futen dhe pastaj ti sa të gjesh burimin e ke më të lehtë, kur je edhe media kështu portalet pa kontrolluara që si hyn shumë, edhe mund t'i nxjerrësh pa kuptuar se çfarë dëmi bën. Unë të gjitha këto i shikoj, i lexoj dhe pastaj kur i referohemi raporteve të cilat thonë që ka një burim në Bosnjë Hercegovinë, shikoni pra, nuk është ajo formë origjinale që ne njohim, është kjo forma proxy. Pra janë 2-3 agjenci në Bosnjë Hercegovinë që i bëjnë materialet e gatshme të bija serbe dhe pastaj qarkullojnë në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, dhe këta i marrin si burime pa e kuptuar që ato nuk janë vërteta burime gazetareske investigative. Ato janë prodhim. Kurse në rastin e kësaj videos që aty ka gabuar vetë Macroni. Pra nga ai është kuptuar që ai ishte konflikt dhe nuk ishte shaka. Sepse në momentin kur është shtyr me atë nervozizmin e një gruaje në mosh, pra nuk e ka tërhequr atë për të dalë nga nuk e ka si mësuese e tij, mund ta bëj atë, i lejohet me shkollën e vjetër, i lejohet, se me shkollën e re të denoncojnë direkt në polici këta. Nuk e ka marrë të zbrisë të shkallët, por u tërhoq me njëherë për të larguar, dhe pra dha një buzëqeshje dhe me njëherë vajte për ta sqaruar se çfarë do. Kush e bëri këtë gaf që thanë që është manipulim mediatik rus? Nuk e rezulton. Nuk më rezulton. Francë, bërë debat e madh shumë. Po ka shumë video të tjera që përgatiten, pra ne përmenda rastin e bija serbe, që përgatiten, janë të gatshme. Tani do ta fjalën se dhe i vjen dispozicion mediave të pavëmendshme. A kemi atë video apo? Mund ta shohim pak atë video se tani ka bërë xhiron gjithë botën. Kjo nuk tregon që kemi mungesë respekti për presidentin Macron. Po jam imagjino ç'lajm do ishin nëse Macroni do godiste atë. Është një gjë shumë familjare, shumë fakti që ishte një kështu shaka e ka shtyr pas. Po lart se mendon. Ja, do të them, e kemi këtë rastin, ja, opa. Ku e ke? Pyllë po. Bravo. Ja. Gje pak plan të parë, spliterohe pak. Shife. Macron jo, është po parë, opa. Ja, urdhërona. Pra ata janë në një debat që, pra, po të shikoni fytyrën e zotit Macron është goxha serioz. Pra janë një debat që po ndodh. Është gjuna e madh, domethënë të mendosh që Monsieur Macron, jusque tout va bien, është pasardhësi i Napoleonit, e kupton tani? Trashëgon këtë perandori. Napoleoni i shkret Kalmiri, që nga që nuk thoshin do të lënë, e bën hë, Kahmiri, dhe e mërtua Bonaparte. Ky arbëresh i shquar. Të mendosh që pasardhës ka Macron Mavrin, që merr me shpulla zysha akoma. Unë kam pas një zysh të 11 janari, e nderuar, mësues e popullës, se më jas pa unë. Domethënë, ishte një zonjë... Shko, edhe për Napoleoni thoi që Josefina e ke shtrajtonte. Ne. Dëgjoj tani. Shiko ç'do. Filipi, i shkret i Maqedonisë, kur donte që Aleksandri të mësonte helenisht se ishte gjuhë e perandorisë, thiri Aristotelin nga Athina. Edhe Aleksandri leka i madh me Olimpian, domethënë, e çoi ajo të rritej në oborrin e Piros, se Epirit. Epiri ju e dini, domethënë skeptri e Epirit, Shqipëria e tjera. Dhe pa pritur Diogen Laerti ose Diogen Ciniku merri një kështu feneri shkreti dhe dilte në për rrugë. E i thonë Diogen, qa po kërkom? Po kërkoj njeriun, i tha, njeriun. E në moment leka i madh Aleksandri jeton dhe në një qyp Diogeni. Edhe i del për para i thot më kërkoj çfarë të duash. Dhe në helenisht, po ta shifni në gravur është apo shkon të so. Apo shkon të sho. Dhe unë të gjë një bisedë tani për, do më thënë, këto sulmet kibernetike, pamjet vizuale, e gjitha. Ndërkohë që njerëzimi ka diku e 3000 vjetë që i ka sqaruar këto muhabete, dhe nuk e di pse ne akoma dhe sot
merremi me Volodjan e Moskës. Jo, do doja të meshin qik me Macronin, qa do ndodhi me ka Po, Macronin të na s'ka bërë detyrat e shtëpisë, ja futi me shpull zysha. Të lutem. Po, sigurisht do mesh me Macronin. është që private, që familjare. Familjare, në avionin presidencial. Zbërnamin Fransë. Karamu që të keqen. është private. Edhe unë kur të dalë në shfaqje në teatrin kombëtar, po marrë maman të më afusi me shpull, e pastaj të dalë në shfaqje duke luajtur Hamletin. Çdo thuash ti si publik. Jo më marrë më bashkëshortet, na dy është bashkëshortja. Demo, po ga i s'kam bashkëshorte, por marrë maman. Okej, më fal. Pse ajo është bashkëshorte e Macronit. Patjetër. Po. Unë nuk jo do një bashkëshorte 25-27 vjetë më të madhe se unë. Zysha, zakonisht... Ja, paragjykojmë të gjëra. Ja, është të kaluar. Urdo? është të kaluar, Franca ka votuar. Më jep një shembull në Shqipëri që dikush është martuar me zyshën e shkollës. Jo se kritikojemi ne të Ballkanit, sikur nuk jemi të emancipuar, ne do vemi në Evropë, Evropa do na tregojë ne dritat e qytetërimit dhe ne harrojmë që kemi pas Dyrahun, kemi pas Akademin, kemi pas Papa Klementin, albaneze që e quan Vatikani, ne dikur i kemi dhënë dritat e qytetërimit e Europës. Dhe tani vin këta dhe na mësojnë neve si t'jemi të qytetëruar. Sinqerisht, kur këta anin lëndë dhe maj pëmës, ne kishim universitete. Dakord? Jo. E pra, kishim diskun e festit, kishim gurin të galve dhe të frankve, një fisë si madhë Gjermanik dhe një fisë si madhë autentik. Falemderit shumë. Atere, pse ne që u dham diturin këtyre, si pasardhës, presim të vinë këta të në mësojnë atë që u mësuam neve? Qërtë është... Jo, shpa jonë. Se ne arruam historinë. Shumë ndodhë. Ne arruam historinë duke besuar të Macron, shumë ndodhë, Jusque tu vas bien, të mësusja e ti, i themi bashkëshorte, e mora... Që more, zhej? A ishë për të marë për të edhe nga avioni? E mora përgjigje, jo. Si mo? E di populli francez. Jo. Pse? E di populli francez. Pse? Respekt për Napoleon, po jo për Macron. Momenti që tu a ishë... Po më s'ka një, sa do t'i japim dorën e kemi kështu bëjmë galat. Momenti që tu a ishë për të marë për të hedhur nga avioni, fillon konsumon element veprës penale. Vërtet? Pak më parë fole për ekstremin e majtë. Revolucion nga në bërë. Nga masat e shtypura. Përsa ko ne durojmë nxënësin e zyshës të tallet me neve, fajnë e kemi ne. Jo, më thonë drejti kote fundit kam pati qëndrim shumë pozitiv si të mos për integrimin e Shqipërisë të Europë. Po shqyr që më dëgjoj. Por kalojmë nga kjo sepse kemi një hapësirë publicitare dhe do merrim në minutazhin e vijim, ora Shqipëria dhe Kosova janë shënjestra të sulmit kibernetik apo hibrid rus, publicitet.